Okej, jemi rikthyer sërish, kalojmë në selimin e Partisë Demokratike, Sali Berisha në një deklaratë për mediat. Koalicionit saj me përfaqësuesit e 1/3 e 26%, fali më saktë, e 26% sipas të gjitha librave elektoral të elektoratit shqiptar. Ky koalicion, kjo aleancë me forcat politike që zbashku përfaqësojnë minimumi 26% të elektoratit shqiptar, po herëherë edhe 30%, është një garanci madhore e shpëtimit të Shqipërisë me 11 maj dhe hapjes së epokës apo kohës së Shqipërisë madhështore. Edi Rama ka bërë përpjekje të dënueshme, të jashtëzakonshme, për të sabotuar këtë koalicion që e tmerron. Por ky koalicion sot është realitet dhe mund të quhet me sinonim tjetër koalicioni i fitores. Por meqense objektivi më madhor i këtij koalicioni është Shqipëria madhështore, atëherë u vendos të quaj Aleanca për Shqipërinë madhështore, e Partisë Demokratike për Shqipërinë madhështore. Në paraqitjen time në momentin e shpalljes këtij koalicioni rrjedhtova disa faktorë, të cilët janë real dhe të padiskutueshëm. Por këtu do ndalem dhe në një faktor tjetër. Arkitekti, kryestrategu, bashkë kryestrategu i fitores më të madhe i rikthimit më vendimtar në historinë e njerëzimit të Donald Trump, edhe ai përbën në vetvete Chrysler Civita një forcë majeure, një forcë madhore në fitoren e ardhshme të këtij koalicioni. Edi Rama sot i tmerruar nga këto zhvillime ka ironizuar dhe atakuar pikërisht këtë moment me të cilin ai ndjehet i pashpres. Nuk jam marrë kurrë me kompanitë konsulente që ai ka kontraktuar, se nuk është normale, kurse ai ka këto ditë merret natyrisht sepse kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan Chrysler Civita e quajti Edi Ramën siç është kukulla e George Soros. Tani, Edi Rama në vend se të merret me patronën e tij dhe kukull siç është vetë, merret me njeriu që i tha të vërtetë në sy. Dhe këto janë zgjidhjet e tij, e njeriu të pashpres në këtë garë, e njeriu që në përzgjedhjen e kandidaturave dëshmoi zero transparencë, e njeriu që shumëzoi me zero në përzgjedhjen e kandidaturave
të gjitha strukturat e partisë ti, antarësin, komitetet e partisë dhe forumet e tjera. Pra, përdori praktikat më obskure në nxjerrjen e kandidatëve, por kjo nuk pritej ndryshe. Faleminderit, jam i hapur për çdo pyetje. Mundësisht kushtuar kësaj dite shumë të veçantë, ditës koalicionit dhe koalicionit. Zoti Berisha, Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar sot la të kuptohet që mund edhe mos të jetë në listën e kandidatëve për deputet. E bën më të fortë apo më të lehtë luftën e koalicionit tuaj në 11 maj? Do jetë apo s'do jetë në listën e kandidatëve, atë e përcakton ai. Po se ku do jetë pas 11 majit, atë e përcaktojnë shqiptarët. Dhe shqiptarët ja kanë pre biletën ati. Ja kanë pre biletën. Të kuptohen. Edi Rama po lufton për mbjetesë pas 11 majit. Shkaku i burgosjes se Erion Velis është qeveritar basi letra e Anesti Angonit është qeveritare dhe ai nuk u akuzua për gjërat më evidente publikisht siç është djegësi i Tiranës dhe 5D-ja, sepse aty shkonte tek Djelski, shkonte direkt tek Rama, hoteli thuhet se është shareholder edhe Olsi Rama. Këto janë thënë që në fillim. Ndaj dhe ai dështojnë të siguroj votat e PD-s dhe të billë Sali Berishën për të shkrisë skapin e partisë, dështojnë. Bëri përpjekaj, edhe publike, edhe në Rogoz, por si që kam deklaruar dhe si që kam betuar, s'do i bashkoj kur votat me te, masi asnjë hap nuk do mund të bëhet pa Komisionin e Venecias, i cili do jetë jo vetëm arbitri, po do jetë institucioni që do trajtoj problemet e reformës drejtësi. Kjo është, këtu e ka gjithë halli, ai ka hallin e madh shumë, sepse ai mendonte se Sali Berisha, me qenë se është akuzuar pa drejtësisht, urdhroni. Me qenë se është akuzuar pa drejtësisht, tani në akt hakmarrje do të pranoj të votoj për shkrirjen e skapit. Po kjo nuk mund ndodhte. I kalkuloi gabim. I llogariti gabim hesapet dhe mbeti duar bosh. Zoti Berisha, cilat janë përpjekjet që nuk janë parë nga publiku të zotit Rama për shkrirjen e SPAK-ut që ju thatë që ka patur përpjekje në Rogoz? Nga burimet diplomatike dhe burimet tjera është ngritur kjo çështje të përpjekjeve të tij për të bashkuar votat me PD-n dhe kjo nuk mund ndodhte. Se unë nuk e kam